2 javë përpara vjeljes, në Divjak mbi 400 hektar të mbjella me patate janë dëmtuar nga ulja e temperaturave. Fermerët thonë se rendimenti i patates është ulur deri në masën 70%, ndërsa afati i vjeljes do të shtyhet me 1 muaj. Për rrjedhoi dhe çmimi i tregtimit të patates do të pësoj ulje. Ne kemi mbjellur, temi është shumë i madh kolosal. Kjo është një tem i pariparueshëm. Kalon gjysmë prodhimi, nuk do jetë më i prodhim që pritet që bëhej. Përveç asaj ka vonuar dhe 20 ditë tjera i duhen patates që të rigjenerohet, që të hyjë për prodhim. Pije rendimenti, çdo gjë është në vonesë. Do shkoj 20 ditë, 1 muaj më mbrapa. Fermerët kërkojnë mbështetje nga Ministria e Bujqësisë për ndërtimin e tuneleve me plastmas, në mënyrë që prodhimi i ardhshëm të mos dëmtohet nga ngricat. Vetëm çajna për sera mund të ruhen në këtë lloj natyre, në këtë lloj ftoti. Kurse forma tjera nuk ka. Njerëzit përdorin shumë forma me ujitjet e mëngjesit të shpejtë për të shplar, për të shu, po prapë e pamundur. Po të kishe mundësi shtetit na ndihmonte i çik, se janë bler flerat aq shumë shtrejt, fara shumë shtrejt. Ka vajt kostos e ne nuk ish marrim kurrë dot shpenzimet tona këtu. Ka vajt kostos shumë e rëndë. Ndër të tjera, fermerët pohojnë se dëmi ekonomik i shkaktuar është tepër i lartë dhe rrezikojnë të mos marrin mbrapsht as paratë shpenzuara gjatë kultivimit.